Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur të përfshijë Bashkimin Evropian në kategorinë më të keqe të partnerëve tregtar të Amerikës, duke vendosur një tarifë prej 20% për të gjitha produktet e importit që vijnë nga vendet e bllokut. Ky vendim e vendos Bashkimin Evropian në të njëjtën kategori me ekonomitë kryesore si Kina, Japonia, Tajvani dhe Korea e Jugut, duke ngritur barriera tregtare që nuk janë parë që nga depresioni i madh i viteve 1930. Trump shpalli një emergjencë kombëtare për të vendosur një tarifë prej 10% për importet nga të gjitha vendet dhe tarifa shtesë për rreth 60 vende, të cilat ai konsideron si shkelësit më të mëdhenj tregtar. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë konfirmoi se tarifa 10% do të hyjë në fuqi më datë 5 prill, ndërsa tarifat e veçanta në vendet më problematike më 9 prill. Për dekada, vendi ynë është plot shkitur dhe shfrytëzuar nga vende më të afërta dhe të largëta, si miqt ashtu dhe armiqt, deklaroi Trump gjatë një konference në kopshtin e trëndafilave në Shtëpinë e Bardhë. Tani do të tarifojmë Bashkimin Evropian. Ata janë shumë të ashpër në tregti, shumë të ashpër. Ju mund të mendoni se BE-ja është e sjellshme, por ata na mashtrojnë. Është e trisht ta shohësh, është e turpshme, u shpreh Trump. Administrata Trump pretendon se Bashkimi Evropian i tarifon produktet amerikane me 39%, ndaj ka vendosur një tarifë prej 20%, duke e quajtur këtë një tarifë reciproke të drejtë. Sipas Washingtonit, BE-ja përdor barriera jo tarifore, si taksat mbi vlerën e shtuar dhe rregullore teknologjike, të cilat penalizojnë produktet amerikane. Ky vendim vjen si një goditje për Bashkimin Evropian, i cili kishte kërkuar të negocionte me administratën amerikane për të shmangur këtë masa. Komisioneri Evropian për Tregtinë zhvilloi vizita në Washington për të diskutuar mbi çështjet, por pa rezultat. Komisioni Evropian ka paralajmëruar se do të përgjigjet me masa reciproke ndaj tarifave të reja amerikane, si dhe ndaj tarifave mbi çelikun dhe aluminin që tashmë janë në fuqi.